Shikues të News ju përshëndes, jemi sërish bashkë me mua Esër për të njohur me parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Europa ndikohet nga një mot i vranët me reshje shiu e dëbore për shkak të një cikloni në veri dhe vërilindje, konkretisht në gadishullin skandinav dhe pjesën e Europës lindore, ndërsa pjesa e Europës qendrore dhe Alpet paraqiten me shira intensiv dhe mini stuhi ere. Moti i kthjellët mbetet edhe në brigjet e Egjeu dhe detit të Zi. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoalp, vendi shndron në vranësira me reshje të herpashershme, fillimisht këto në perëndim të vendit dhe duke u shtrirë më pas në veri dhe në jug të territorit shqiptar. Temperaturat do të luhaten nga 3 deri në 19 gradë Celsius. Era fryn juglindore me një shpejtësi 40 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet detare Treball. Do të jemi tani me kushtet e motit për sa i përket rajonet e Europës për ditën e nesërme. Pjesa e Europës veriore, Britania e Madhe dhe qendra e kontinentit priten me mot të qëndrueshëm, ndërsa gadishulli iberik dhe pjesa e Europës jugore priten me vranësira dhe reshje shiu. Po ashtu pjesa edhe Europës lindore pritet me vranësira dhe reshje dëbore. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoalp, që në mëngjes vendi ndikohet nga reshje shiu me shtrëngata, kryesisht këto në veri të vendit dhe në jug të territorit shqiptar, ndërsa më në qendër sasia e reshjeve është më e pakët, pasditja sjell dobësim të tyre. Temperaturat e ajrit do të luhaten nga 4 deri në 19 gradë Celsius. Era do të fryjë deri në 53 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet detare Treball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoalp për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend Europë. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.